Në fshatin Bradvic të Devollit u kremtua festa e Shën Konstantinit dhe Shën Elenës, një traditë e hershme që vazhdon të ruhet me përkushtim nga banorët e zonës. Në kishën e ngritur me spyllit dhe natyrës malore, besimtarë të shumtë mblodhën për të marrë pjesë në ceremonitë fetare dhe për të festuar së bashku këtë ditë e shenjtë. Banorët tregojnë se kjo festë është trashëguar nga brezat e mëparshëm dhe vazhdon të mbetet një moment bashkimi për familjet, të afërmit dhe miq që rikthehen çdo vit në Bradvic. Festohet Konstantini edhe Elena, Shën Konstantini dhe Shën Elena, dy shenjtor të mëdhenj të kishës, të cilët i dolën Zot Ortodoksisë në vitet e para të krishterërimit. Ku ngritën edhe katedralen kishë të madhe në Shën Konstantin, ditën Konstantini dhe Elenës. Gjithë besimtarët vinë këtu për të lutur, për të marrë bekimin e këtyre shenjtorëve. Festohet çdo vit, edhe pjesëmarrja është e madhe edhe vinë çdo vit. Unë për veten time personalisht kam marrë në herë, do vi sa t'jem në gjendje. Është pelegrinazh. Po e pelegrinazh, vinë nga të gjitha anët. Kush ka dëshirë, vjen edhe feston këtu, vjen në ndremje, vjen edhe sot për shembull, se sot është data 3. Edhe mbaron ai shërbes atje, edhe shtrohen njerëzit, marrin gjërat me vete për të ngrënë, për të pirë. Edhe kalojnë një ditë shumë e këndshme. Pas meshës dhe lutjeve në kishë, kremtimet vijojnë ambientet përreth me gatime tradicionale, biseda, këngë dhe takime familjare. Pavarësisht ndryshimeve të kohës, banorët thonë se do ta vazhdojnë ta ruajnë këtë traditë, duke ja përcjellë dhe brezave të rinj, si një vlerë të çmuar shpirtërore dhe kulturore të zonës së Devollit.